Mbushen plot 81 vite nga çlirimi i Shqipërisë. 29 nëntori është një ngjarje e shënuar për shqiptarët, pasi vendi u çlirua nga forcat fashiste italiane dhe gjermane. Prej 7 prillit të vitit 1939 e deri më 29 nëntor të vitit 1944, Shqipëria kishte qenë e pushtuar nga Italia fashiste dhe pas kapitullimit të saj në vjeshtën e vitit 1943, vendi ynë pushtohet nga forcat gjermane. Në fund të nëntorit 1944, pas çlirimit të Tiranës, më 17 nëntor dhe pjesës kryesore të Shqipërisë së Veriut, mbetej të çlirohej qyteti Shkodrës, që në fakt e arriti këtë ditë më 29 nëntor të vitit 1944. Pikërisht kjo ditë shënon edhe ditën e çlirimit të Shqipërisë nga pushtimi gjerman. Me këtë rast, Bashkia e Vlorës ka organizuar ceremoninë përkujtimore në varrezat e dëshmorëve, ndërsa morën pjesë autoritetet të shtetit dhe të pushtetit, deputet, drejtues të institucioneve, familjar të dëshmorëve dhe pasardhës të veteranëve. Pjesë e ceremonisë edhe shumë qytetarë. Autoritetet më të larta, deputetët dhe politikanët e majt ishin këtë të shtuar në varrezat e dëshmorëve në Vlorë, ndërsa kanë vendosur kurora dhe buqeta me lule, duke u përkulur me nderime dhe respekt përpara veprës së dëshmorëve të atë dheut. Kryetaria e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini tha se në këtë ditë të paqë dhe të dielltë kremtohet çlirimi i Shqipërisë, një ditë që shënon lirinë për popullin shqiptar. Sot në të ditë të paqë dhe të dielltë përkujtojmë dhe nderojmë ditën e çlirimit të Shqipërisë. Një ditë që shënoi fillimin e lirisë për popullin shqiptar. Dhe sot është dhe një ditë reflektimi për mënyrën se si ne duhet të përkushtohemi dashurisë për atë dheun tonë, të paharuar dhe të nderuar gjithë ata që sakrifikuan jetën për lirinë e vendit. Shumë faleminderit dhe juve. Të gjithë janë përulur këtë të shtunë të 29 nëntorit në shenjë respekti përpara veprës së dëshmorëve të atë dheut, të cilët luftuan për Shqipërinë që sot jetojmë dhe gëzojmë të gjithë.